O zotri, po seriozisht për këtë keni marrë për kot që kur ka ardhur dashej unë. Çka ka? Jo po ka ardhur Fatmir me diu. Po çfarë thua? Dashej është nuk ka një përballje. Po dashur Zula. Me dashur e gjitha. Se punojnë në televizion këta? Pa janë të pirë tërkohë. Pas bën me emrin e tyre. Jo bre, ka kapur skleroza këtë kohë fundi po nejse. Po çfarë skleroza? Po keni marrë çik për kot tani alla, vetëm kap zonja por. Për kot ose kur punojmë se punoni, kur s'punojmë se nuk punoni. Çfarë është shumë këta? Vetë tash këtë. Po bela e madhe. Ore, ti ç'është puna bleviske. Tash i dash Nori ka një cik biografi të keqe, një cejnë, e ke parasysh? Lare se themi dot, po ashtu e bëj. Pa edhe që ti rregullojmë një cik të na ka thënë se na mblodhi një diza e tha tash taksirat këto 2-3 muaj sa të vi vera, sa merrni një cik kështu gjeni çfarë të ketë me aflatoksina të kapim të sekuestrojmë Do të bëjmë çik PR, dha, ne deri tash i kemi bërë vetëm pinë. Pastaj arin do ta bëjmë më vonë. Që të duket që punon domethënë që sa u vu ky, varda. Ti falen mëkate. Po si patu ato me aflatoksinë janë 1.4 ton, sa ishin aty nga. Po shumë kapët andej, por çfarë ishin? Po ato s'kishin fare aflatoksinën, po kemi me shishka me vetë i spërkastin. Sa hynën në doganë, tak shishkën e aflatoksinës. Ja, edhe aty, edhe i malaks. Ti ashtu çik njëri e mban me mohabet, tjetri a edhe. Pastaj i verifikojmë me proces verbal dhe me anën fotografike, dalim në media, arritje o back o back. Po pun dashi pra domethënë. Po është pak problem për dashin se si thon ajo fjalë urtë popullore më mirë të dalë emri se Sanami, si është. Po njerëzit çuqur që erdhi tash. Është me para, ore, tjetër është shpreh. Jo, është i keqi, i forti dhe i bukuri. Edhe me i shumtuari atje. Tjetër. Po mirë burr tani keni filluar me spat madh dhe çfarë ju dali para, ha? Po tash normalisht ore desha të filloj verat se ta sa mirë. Po e di si është puna. I pat këta që u pushuan këta nga Shkodra. Po valla, andej hoqët ju ata. Ç'ne ata? Ata nuk ishin tanë breviskë se dashi i njekta të PD-s, këta të infiltruaj, ti ke parasysh? Se i ka pasur atje në bastioni vetë. Aha, i dalloi si fytyra. Po i dalloi direkt. Tha Rama, hajde se më grinë tha se po e mban mendin që doli Rama që tha do ta shkrija AKU në fare? Po. Ishin ca PPD-s aty edhe ky s'po i gjente dot, e tha do ta shkri fare. Na bre lala tha me çfarë bën? Edhe ky pastaj hoqi vetëm ata. Domethënë mori dashin, dashi i kryeinspektoi ata edhe i dallovi. I nuhata i kush është PD-ista. Po i dallon ai që ata rrinin kështu, si shinin. Po, Rama, ke parasysh? I bënte ca pyetje provokative ky për shembull, i thoshte na çmendi ky Rama e shala, ata i thoshin tok e ngri. A se kujtonin se ishi i veti akoma? Po kujtonin se ishte i veti pra. Tash se ishte fillimi edhe kështu domethënë. Do vazhdoni me kontrollin kështu, s'do lini më çdo gjë, ha? Ore po lëvizim me çes kam Benikel me vetë bre. Si Benikel. Po Benikel nuk do hedhi mandarinave këtyre që kapën andej lart e poshtë. Po si iku njolla dashit, nuk na lë. Po sa ti i njolla bre. Ne pra të po mundohemi te, ajo është selbi i gjas. Mira, shikoj ju mos u merrni te dyqanet e këta që sheshin. Shikoni andej ku hyn te doganat e gjërat, mos u merrni aty o burr se. Ore, atje kemi vajtur, këtu vim të bëjmë ndonjë lek për vetë ore. Atje kemi vajtur për kështu. Të marrin kautonik në cilësi. Mirë, të tash edhe ne njerëz jemi apo na ka për lopa neve. Po çfarë thëto? Po ora, keni. Apo ti u mendove ti? U mendova. Do ta mbaj dyqanin. Mbaje bre. Po ta gëzosha. 100.000 lekë dhan duket. Po paguaj gjoba. 4, 5, 6, 7, 8. Ta gëzosha. Po bini ato. Hajde ik tash. E Po mirë, po mos u dukni për ja 6-7 muaj, ore. Po jo bre, do vinë ata të turni tjetër. Ore do ju shoj dashi, do ju heqin a puna burr, ç'është ky korrupsion se në televizion tani. Jo, po këto janë shumë bre. Special lek këto bre. Tjetër gjë bre, po le tash ikini, fikini ato kamerë. Fikini kamerat se do vim të pimi kafe ande nga juve. Hajde po presim aty poshtë. Hey! Ti ngrenë në një 50 këtë çmimet u dha të bëj këto parato. Bëj çfarë të duash pra. Ami. Vetëm në 100 që mos e ngrehet. Po, si ne 500